Mbrëmjen e djeshme në zonën e Alidemit pranë një lokali dhe fare pranë rrugës kryesore ndodhi një përplasje fizike e ndjekur nga të shtëna me armë. Ngjarja u raportua nga disa portale si një sherrë mes të rinjve pa dhënë emra dhe pa thelluar arsyet e konfliktit. Sipas burimeve të pamfletit nga policia e Tiranës, pas kësaj përplasje qëndron shtetasi Lendi Palaj, një emër i përmendur më herët si drejtuesi i rrjetit bastave informale 333 dhe CR7. Në kulmin e përplasjes, miku dhe krau i tij armatosur Gjoj Çupi ka nxjerrë armën dhe ka qelluar në ajër në drejtim të një automjeti tip Audi me targa britanike. Janë sekuestruar 2 gjoja pistolete, ndërsa policia ka marrë në pyetje disa persona, por nuk ka ende një reagim publik apo mas ndalimi për protagonistët. Ngjarja po kualifikohet në heshtje si incident i zakonshëm. Gjoj Çupi, i cili njihet në terren si personi që Palaj përdor për mbrojtje dhe për mbledhje borxhesh, Bixhozi është i njëjti që u përmend në plagosjen me armë në zonën e Shkozës në gusht 2023, ku mbeti i plagosur një i ri pas një përplasje për motive ende të paqarta. Nuk është hera e parë që emri i Lendi Palaj del në konflikte të tilla. Në një tjetër episod të ndodhur po në zonën e Alidemit përballë zyrave të PSD-s, ndodhi një tjetër përplasje fizike që përfshinte emra të njohur në terren, por që u mbyll me paqësim institucional. Këto episode nuk janë më sherrë mes të rinjve, janë përplasje të organizuara që zhvillohen në zona të populluara me armëzjarri, ku palët vinë me makina luksoze me eskort dhe me njerëz të armatosur në dispozicion. Dhe për çfarë ndodhin këto? Për borxhe baste, është për pazare të prishura apo për kontroll territori mes rrjeteve të palishme që operojnë në heshtje? Askush s'pyet, askush s'ndërhyn, por faktet janë aty. Këta njerëz kanë krijuar rrjete dhune, ndikimi dhe mbrojtje që përfshin edhe efektiv të Gardës Republikës në funksione informale, eskortash dhe sigurie personale për personazh si Palaj.